Atëherë nisim me një herë këtë konferencë zyrtare për mediat të kombëtarës shqiptare në prag të ndeshjes me Moldavinë. Ne jemi si zakonisht me trajnerin Silvinjo këtu dhe me kapitenin Elsi Hysaj, i cili do i përgjigjen pyetjeve tuaja. Do të fillojmë me Hysajn dhe më pas se trajneri. Me të mbaruar me Hysajn do ta lejojmë që ai të vazhdojë të bashkohet me ekipin dhe të përgatitet. Fillojmë me Hysajn. Kristi Atari, Panorama Sport. Hysajn, kemi precedent pozitiv me Moldavinë, pavarësisht se në dy ndeshjet e para kundërshtari ka treguar që nuk është i njëjti ekip. Mendoni se kombëtarja këtë radhë ka një strategji për të zgjidhur sa më shpejt ndeshjen dhe për të mos e çuar në komplikim? Normal që Moldavia ka një skuadër të mirë dhe ka treguar që ka kualitet të dy ndeshjet e fundit, po ne nuk është se duhet të shpejtësojmë lojën tonë për me shënuar gol ose për të fituar ndeshjen sa më shpejt, sepse një ndeshje luhet 90 minuta dhe mund të jenë 10 minutat e fundit ato me kryesore, kështu që duhet thjesht jemi qetë fush, të bëjmë gjithë ato gjëra që jemi duke bërë servitje dhe besoj që mund të dalim banë. Sokol Gjani, Supersport. Hysaj, duke parë nesër dhe mungesën e Balliut, me shumë mundësi, besoj do spostoj në krahun e djathtë tek Lazio, keni pasur rendiment maksimal në të majtë, duke sigur me Sarrin ju ka rikthyer në atë gjendjen e mëparshme që kemi parë. Sa mund ndikoj kjo në këtë ndryshim pozicioni këtë ndeshje me Moldavinë? Besoj që, besoj, po unë e di që jam më mirë djathtas me të vërtetë, sepse është më thjesht me lut me kamën e djathtë për mua. Majtas normal që është një gjë plus që kam, po nuk është se bëj me shumë qejf edhe atje në Itali, është thjesht si trajneri më kërkon dhe unë përpiqem të jap maksimumin dhe më ka ecur mirë. Po djathtas jam shumë më i qetë dhe jam më i mirë me këmbë dhe me lojën. Eno Skarço, Roteshon. Hysaj, ne e kemi shumë thjesht të entuziazmohemi kur vim punat të ndeshjet e lehta, po praktika na ka treguar që kur duhet ta fitojmë ndeshjen, vijemi në vështirësi. Çfarë ka ndryshuar tash mentalitetin e Shqipërisë që ne të fillojmë të besojmë që këto ndeshjet që janë në letër të lehta vërtet i fitojmë? Po, gjitha ndeshjet nuk kanë ndeshjet lehta. Unë kam provu si dhe gjithë lojtarët e tjerë dhe në kampionat që me skuadra të vogla nëse në letër duken të lehta, gjithmonë ne kemi dhe pesu, kështu që gjithë lojtarët e dinë që nuk kanë ndeshjet lehta, kanë ndeshje gjithmonë të forta, duhet që të jemi të koncentruar dhe mos na marrë ai entuziazmi si thellët i tifozëve ose i qefit për të fituar ndeshjen sa më shpejt. Ne duhet të jemi në fushë me ndërgjegjën tonë që jemi lojtarë të mirë, kemi një lojë të bukur që mund ta shfrytëzojmë, kemi lojtarë që mund të shfrytëzojmë shumë në sulm dhe thjesht duhet të shkojmë aty në fushë të bëjmë atë që na thot trajneri tash një javë që po bëjmë stërvitje dhe po e bëjmë shumë mirë. Alban Hansani, RTS Sport. Hysaj, pritshmëritë janë të larta tek ekipi kombëtar dhe tek ajo që duam të arrijmë në këtë fushatë eliminatore. Sa e ka kuptuar grupi se cilat janë pritshmëritë ndoshta të publikut, opinionit sportiv, sa ndjehet brenda grupit kjo gjë? Pritshmëritë janë të larta, po edhe për ne, edhe unë kam qejf që të kualifikohem dhe të shkojmë në Euro 2024, po gjithë kemi këtë mendim, thjesht duhet që të jemi në fushë ato që kemi treguar në ndeshjen e fundit që kompakt, jemi një skuadër gjithë luftojmë një kundër një, sepse ne jemi një grup i fortë, kur kemi treguar që jemi një grup i fortë dhe luajmë gjithë një për një, jemi akoma më të fortë si mund të luajmë dhe kundër Polonisë siç luajmë dhe nëse ne ulna në fushë dhe luajmë siç luajmë kundër Polonisë me Moldavinë, besoj se do kemi një rezultat të mirë. Kristo Thoma, RTS, Elsi, përshëndetje, urime për sezonin shumë të mirë që keni mbyllur me Lazio. Pyetja është kjo që me trajneri tani keni patur më shumë kohë të punoni ndryshe nga ndeshja e parë që ishte deri diku dhe sporadike. Çfarë mund të quajmë një gjë të re që do të presim ne dhe publiku nga kombëtarja tani? Cilat janë ato risitë që ti ke parë së bashku me grupin në idetë e reja të trajnerit dhe çfarë do të presim në këtë ndeshje referuar kësaj? Risia është ajo që po kuptojmë dhe me shumë trajnerin, sepse u bën pak kohë që jemi me këtë dhe po me kalimin e kohës po mësojmë se si çfarë kërkon trajneri që ne të bëjmë. Dhe ajo që thëti jemi duke mësuar se si të futemi në fushë, kemi taktikat tona të lojës dhe të shfrytëzojmë ato pjesë që trajneri ka pasur që mund të jenë të rrezikshme për ne. Kam një pyetje për Hysaj. Mirë, atëherë Hysaj mund vazhdojë me grupin, ne do të vazhdojmë me trajnerin. Atëherë Po, mister, duke qenë se kundër Polonisë kishit një kohë shumë të shkurtër për ta përgatitur skuadrën, ishte edhe ndeshja juaj e parë. Këtë herë kemi një grumbullim më të gjatë ku ke pasur kohë të shohësh më shumë lojtarët. Atë kanë konfirmuar atë impakt të parë që ke pasur përpara ndeshjes me Poloninë?
chiedo scusa. Raduno e Polonia è stato anche più lungo, mi sembra. E questo è uno per tutti in Europa, nel mondo, un raduno un po' difficile perché arrivano l'8, qualcuno 9, qualcun altro 10, 11, qualcun altro 12. Poi noi siamo praticamente insieme da 7-8 giorni, tutti insieme, un buon lavoro. Certamente che ti dà un piccolo vantaggio perché già conosciamo il calciatore conosce anche il concetto di calcio, poi quello lì ti fa qualcosa in più al campo. Soddisfatto dell'impegno di tutti loro, una stagione difficile per qualcun altro, per l'altro stagione benissima. Poi noi gestiamo bene il carico di lavoro e arriviamo qua con tutti veramente carichi, con tanta voglia di fare bene. Poi è giusto sì che già un secondo step che questo qua ci dà qualcosina in più, ma certamente. Pra, edhe grumbullimi në fakt me Polonin ka qenë I gjatë, jo vetëm për ne, po për të gjithë. Sigurisht edhe ky lloj grumbullimi që kemi pasur këtë herë ka pas vështirësitë e veta, sepse disa nga lojtarët kanë ardhur në data ndryshme, pra disa kanë ardhur në datë 8, disa 9, disa 10, dhe ne nuk I kemi pasur të gjithë lojtarët bashkë nga fillimi. Kështu që ne mund të themi që përgatitemi prej 7-8 ditësh me grupin e plot dhe me intensitet të plot. Mendoj se kemi bërë një punë të mirë, sigurisht ka qenë një sezon I vështirë për disa lojtarë, për disa ka qenë edhe më I mirë, por është puna jonë që ti menaxhojmë si duhet të situatat dhe ti menaxhojmë lojtarët në fushën e lojës. Patjetër që tani I njohim pak më mirë dhe kjo do të na ndihmojë për t'i paraqitur sa më mirë në fushën e lojës ekipin. Jam I kënaqur nga impenjimi që kanë treguar lojtarët në fushën e lojës dhe sigurisht edhe është puna jonë tani që të bëjmë menaxhimin e duhur për të pasur një rezultat sa më të mirë në ndeshje. Po, edhe diçka tjetër, sa mendon që mund ndikoj presioni nesër për ta fituar ndeshjen me patjetër dhe a do kemi një Shqipëri sulmuese në fushë, I referohem këtu elementeve që do të zbresin në fushën e lojës? La pressione siamo tutti abituati con quello lì. Abbiamo 7 finali. Domani è la prima, partita molto importante per noi. Siamo carichi, come l'ho detto, certamente abbiamo un buon aiuto perché giochiamo a casa e abbiamo i nostri tifosi. Domani sembra che abbiamo praticamente lo stadio pieno e quello è veramente un bel aiuto. La squadra bene, ancora non è finito praticamente, l'idea lì già di calcio, di tutto che vogliamo noi, domani decidiamo un dubbio e l'altro, però certamente è una squadra che deve proporre gioco. È vero che si gioca in una squadra deve essere equilibrata, una squadra si gioca 90 minuti e dobbiamo avere una squadra che attacca, che difende, che fa la guerra, che propone gioco, e quello lì io lo assicuro che abbiamo un gruppo e andiamo al campo con tanta voglia, con tanto cuore, con tanta anima per fare bene a fianco dei nostri tifosi. Jemi mësuar me presionin, pra nuk është se I bën shumë përshtypje, qoftë neve, qoftë ekipit. Ne kemi përpara, duhet theksuar që kemi përpara 7 finale. Nesër do të luajmë finalin e parë, atë ndaj Moldavisë, që është një ndeshje shumë e rëndësishme për ne. Mund të siguroj që të gjithë jemi shumë të karikuar, luajmë në shtëpi dhe me sa kam mësuar pritet që të kemi një stadium plot, kështu që do të jetë një ndihmëse e madhe për ekipin edhe prezenca e shumë tifozëve në stadium. Ekipin e kam parë në gjendje të mirë, gjithsesi në momentin e fundit do të vendosë më tepër për sa I përket pjesës formacionit. E rëndësishme për mua është që ekipi të ketë ekuilibër në fushë për 90 minuta, luaj si në mbrojtje ashtu edhe në sulm, pra nuk mund të fokusohemi vetëm tek pjesa ofensive, por do të bëjmë një lojë të mirë në të gjitha repartet dhe jam I bindur që kemi një grup shumë të mirë që do të luajë me zemër dhe do të jap shpirtin në fushën e lojës. Prima di tutto in bocca al lupo. Grazie. Për te zemrës së zjarrt na duhet dhe mendje e qartë në të dyja ndeshjet. Besoj e dini historikun që skuadra jonë historikisht ka patur probleme me ato që quhen kundërshtar më të dobët, ku ne duhet të bëjmë skuadrën e fortë.
cila mund të jetë diçka, një çelës suksesi që ju transmetoni tek lojtarët për të kaluar një ngërsh të tillë dhe për të marrë rezultatin maksimal në këto dy sfida. Ci sta. Sì, sì. Poi certamente il livello di concentrazione ci sta, è importantissimo. Dopo noi non valutiamo dall'altra parte in squadra, dicono uno grande, piccola, mediana. Noi abbiamo 7 finali e dobbiamo andare forte su tutte le partite. Domani è la prima o la seconda, la prima di questo momento. Il livello di concentrazione, una squadra equilibrata che è importantissimo. Poi si difende bene, si attacca bene, si propone gioco e poi lì si vede, però sono assolutamente d'accordo. Il livello di concentrazione è uguale, dall'altra parte poi noi dobbiamo andare forte sull'avversario. Domani è Moldavia, una squadra forte, l'ho detto, c'è 2 pareggi, calciatori come Damascan, Nicolaescu, Postolacci, Posmacchi, poi loro hanno buoni calciatori. Però noi siamo preparati, carichi, preparati, però giusto, il livello di concentrazione è molto importante in questo momento. Pra sigurisht niveli i përqendrimit i fokusit është shumë i lartë në këtë moment dhe mendoj se është shumë e rëndësishme kjo që ju thatë, pra niveli i përqendrimit ndaj rivalëve të këtij niveli. Flitet shpesh ekipet vogla, të mesme, të mëdha, por për mua janë të gjitha një lloj, nuk ka ekipet të vogla. E theksojmë edhe njëherë përsërisin kemi 7 finale dhe e para është nesër. Unë jam i bindur se ekipi im do të bëjë një lojë shumë të mirë dhe do të luajë fort ndaj një ekipi si Moldavia që deri tani ka 2 barazime, ka lojtar me emër, lojtar të njohur, lojtarë shumë të mirë, por mendoj se Shqipëria është gati për të bërë një ndeshje shumë të mirë dhe për të marrë maksimumin e kësaj sfide. Ka ende dilema për sfidën e nesërme trajneri Silvini, qoftë edhe tek formacioni apo gjithçka është e qartë dhe gjithçka është e projektuar për lojtarët që do të zbresin nesër në fushë. Më saktë do t'i duhej dhe stërvitja sotme për të përcaktuar përfundimisht skuadrën që do të luajë. Sono convinti. Posso dire, sono convinti. Jam i bindur për lojtarët që do të hedhin në fushë, që nuk ka rëndësi se vitja e sotme po themi në këtë aspekt. Në krahasim me ndeshjen me Polonin, kemi lojtarë që na rikthehen, lojtarë të rëndësishëm, Gjemshiti, Ismaili, Bare, sa për të përmendur disa. Të shqetëson fakti që do të detyrohesh të ndryshosh ndonjë organik me këto rikthime, sepse do të doja ndoshta të kishe më tepër vazhdimsi me skuadrën që pati impaktin e parë me Polonin dhe e dyta, Sadiku, çfarë mund t'i japi kësaj skuadre ose organikës ofensive që ka skuadra më shumë në raport me lojtarët që ka, duke patur parasysh që kishte 3 vjet që nuk thirrej në kombëtar. Iniziamo per Sadiku, la seconda. Sadiku è un calciatore molto identificato con la nazionale albanese, un calciatore esperiente e dopo un calciatore in aria che segna. Lui sa che sui mestieri, nel senso è di esserci tutti insieme con noi e aiutare. E lui è un calciatore che al campo preoccupa l'avversario, lui segna. Come l'ho detto, questa è una convocazione per 2 partite, non è quella lì di Polonia, e noi abbiamo una partita a casa, una trasferta. Io ho pensato, ho visto, ho parlato con lui, ho deciso per lui, per venire da noi, e forse se ha bisogno, ma certamente è uno che entra, può entrare, e lui è lì 15, 20, 25 minuti, 30 minuti, lui è un calciatore che può decidere una partita. Dopo lui con la rosa è un 10, molto abituato, con la maglia albanese, molto identificato. Vuoi fare la traduzione? Sa i përket e fillim nga Sadiku, është një lojtar simbol, pra e kemi thënë edhe e tjerë në fakt i kombëtarëve shqiptarë, është me shumë eksperiencë, është një lojtar që shënon gola, pra shumë i aftë para portës dhe di shumë mirë se sa mund t'i japi
çfarë është gjendje të japi për një skuadër dhe në rastin konkret çfarë mund të japi kombëtares, është lojtar që jep maksimumin dhe është një nga ato që nëse është fushën e lojës shqetëson vërtet rivalin. Ne kemi 2 ndeshje dhe për këtë arsye kemi marrë shumë lojtarë. Unë që kur bëra listën kam folur me Sadikun, kam folur me të, e kam ndjekur dhe e dija shumë mirë se në gjendje ishte dhe vendosa ta marr. Nëse do mduhet ndoshta për 20, për 30 minuta në këto 2 ndeshje, unë jam i bindur që ai në momentin që futet në fushë është një nga ato lojtarë që mund të shënoj edhe gol dhe mund të japë një dorë në këtë sfidë. Ci proverò la prima domanda adesso perché è bellissima, è buona. E no, è buonissima perché quello è il lavoro di una nazionale. Prendi un calciatore in tutte le parti, i 4-3-1-2, 5-3-2, marche in avanti, marche di spazio, loro non è stato da noi, è giusto, è bello. Si fa tanto lavoro di video, si fa lavoro al campo, riprendi qualche immagine, tutto molto tranquillamente, prendi il calciatore 1 minuto, 1 minuto e mezzo, guarda lì, lo so, rifacciamo. Sì, in questo senso abbiamo lavorato di più anche con loro, perché non sanno, è giusto. E gli altri calciatori erano da noi, poi già più o meno si ricordano. E il primo giorno rientrano, lo so, la copertura, palla in avanti, giusto, bello. Io ho iniziato il raduno già con praticamente 5 calciatori che arrivano, nuovo 6, a lavorare di più con immagine. Loro sono a posto, anche noi, uno si sente bene, no? Con calciatori importanti come loro, Ismaili, tanti altri che hanno arrivato, i giovani come Mucci che è un calciatore molto buono, un calciatore di spazio fra le linee, che vedi porta, un grandissimo calciatore, mi piace tanto come gioca lui. Është pyetje drejt fakt lojtarët që kanë ardhur pa që ka mungonin në ndeshjen e parë me Polonin, sigurisht që do duhet mësohen tashmë me mënyrën tonë të punës dhe në të vërtetë ne kemi punuar edhe më shumë me këta lojtarë që nuk ishin me Polonin, sidomos në pjesën e videos apo edhe të fushës, në mënyrë që ata të mësohen sa më mirë dhe të fiksojnë konceptet që ne kemi, pra stafi teknik ka për mënyrën se si ne duam që skuadra të luajë, ndërsa për lojtarët që ishin herën e parë në Polonin ka qenë shumë e thjeshtë sepse ata tani i kanë bërë dhe stërvitje herën e parë dhe pak a shumë janë në dijenisë të mënyrës se si ne e përgatisim ndeshjen. Sigurisht këtë herë kishim disa lojtarë të ri, mund të jenë 5-6 lojtarë të ri dhe më vjen shumë mirë gjithmonë kur kemi lojtarë të ri që vinë në skuadër, gjendja është shumë e mirë. Për fat mirë rikthehen Ismaili, Xhimshiti që munguan herën e parë, ndërkohë që mund të them edhe 2 fjalë për Muçin, i cili është një lojtar shumë i mirë, lëviz shumë mirë mes linjave dhe më pëlqen shumë mënyra se si ai interpreton futbollin. Po. Mister, a do të shohim nesër Shqipërinë e Silvinjos? Sa i ka thithur ekipi idetë tua për futbollin apo duhet ende të presim? Questa squadra che giocherà domani sarà l'Albania di Silvigno o dobbiamo aspettare ancora per vedere è questa la tua squadra, per vedere la tua squadra, la squadra di Silvigno? Noi domani andiamo a vedere non la squadra di Silvio, noi siamo allenatori, noi andiamo a vedere la squadra di Albania, rossonera, forte, con voglia, dedicata a chi va al campo andare il 100 l'ora. Questa sì, io non ho una pretensione di fare una squadra, sì, si lavora tanto, io concetto, ce l'ho tante cose che mi piace tanto del calcio, però più di quello là, al di là di quello, l'Albania, la squadra albanese, che la gente piace, abbiamo domani 20.000 persone, tifosi, e un bel aiuto quello lì per tutti noi, i calciatori sicuramente. Andrò al campo 100 l'ora, quella è l'Albania che io voglio vedere. Pra, nuk mund them që nesër do shikoni ekipin e Silvinjos, nesër do shikoni ekipin e kombëtarës së Shqipërisë, ekipin Kuqezi, një skuadër që luan shumë fort në fushën e lojës dhe që luan me 100 km/h, po themi. Kemi punuar shumë, mua më pëlqen shumë futbolli në fakt dhe e kam shumë pasion këtë punë, por nesër do të shikoni ekipin e Shqipërisë në fushën e lojës para një stadiumi të mbushur dhe jam i bindur që ata do të japin zemrën në fushë dhe maksimumin. Është, mund të jetë kjo sfidë vendimtare për fatet e kualifikimit të Shqipërisë në Evropian?
tutte le partite sono importanti, sono 7 finali, dobbiamo andare 100 loro, non ha tempo da pensare, da rivedere, no. Loro sanno, io l'ho detto già la prima partita, domani è la seconda, importantissima la partita, la più importante è la prossima, è quella, loro sanno che per il nostro percorso l'obiettivo qualificarci Euro 2024, Germania, tutte le partite sono importanti, questa in questo momento è la più importante, loro sanno di quello lì e andiamo a giocare. Të gjithë lojtarët e dinë se sa ndeshje e rëndësishme është ajo ndaj Moldavisë, e kemi përsëritur shpesh, kemi 7 finale, nuk kemi kohë, nuk ka kohë për të humbur në sfidat në turne të tillë. Lojtarët e kanë shumë qartë, unë kam folur me ta dhe e dinë shumë mirë rëndësinë e kësaj ndeshje. Objektivi jonë është kualifikimi për në finalet e Europiane, Gjermani 24 dhe sigurisht të gjitha ndeshjet janë të rëndësishme, por më e rëndësishme për momentin është sfida me Moldavinë, kjo e nesërme. Tash në fakt nuk dua që të them se kush do jetë skuadra që do zbresin fushë, këtë do ta shoh nesër atje në stadium. Io volevo dire là, ma non posso. Por kam përshtypjen, mister, gjatë periudhës së grumbullimit, keni vujt nga dëmtimet e futbollistëve. Dua të di si është ekipi final, gjithë ekipi, komplet skuadra. Domethënë për nga forma e kampionit. Edhe në qoftë se më lejoni edhe i detaj, desha me bë dhe i pyetje dytë, kush do jetë portier? Vetëm kaq. Sì. Forma finale gjithë ekipit. Sì. Più o meno una domanda che mi hanno fatto già la prima volta, non mi ricordo a principio. Dopo il portiere decidiamo domani decidiamo, loro sono a pari di condizioni, praticamente pari di condizioni, domani decido io, certamente. Quanto riguarda la rosa, è il momento più difficile per tutti, non per noi, per tutti, perché guarda, uno praticamente o 2 o 3 calciatori era in vacanza e c'è un altro gruppo che ha finito il campionato 28 maggio e un'altra parte 4 giugno. Metterci tutti insieme l'8, 9, 10, e a qualcuno che è arrivato 10, 11, 12. Poi belle sfide per fare un buon allenamento, gestire il carico di lavoro, però noi siamo veramente bene, abbiamo gestito benissimo tutti i carichi di lavoro, loro arrivano fino ad oggi 100%, andiamo a fare un buon allenamento al campo e a giocare domani. In questo senso sono soddisfatto fino a qui di un buon lavoro che abbiamo fatto a gestire un carico difficile, per tutti e non solo per noi. Pra ka qenë e vështirë për të menaxhuar këtë lloj grumbullimi, por jam i kënaqur me punën që kemi bërë dhe me formën që ka skuadra. Sa i përket portierëve do të vendosim nesër, mund të them që portierët janë në një nivel për mua të barabartë për momentin, por vetëm nesër do të marrin vendim se cili do të jetë titullar. Ka qenë një moment i vështirë nga mënyra se si lojtarët vinin në këtë grumbullim, sepse një pjesë e kanë mbyllur kampionatet e tyre me klubet në datë 28 maj, kanë bërë disa ditë pushim, janë rikthyer në grumbullim, disa të tjerë kanë mbyllur me datë 4 qershor dhe ju është dashur të bëjnë disa ditë pushim dhe pastaj janë rikthyer në skuadër, por është puna jonë të menaxhojmë situatat siç duhet dhe mendoj se kemi bërë një punë shumë mirë dhe jam i bindur që ekipi është plotësisht gati, qoftë në aspekti fizik, po edhe për sa i përket formës për ndeshjen e nesërme. Mister, çdo trajner studion kundërshtar, çfarë është Moldavia për ju? Besoj se në nivelet që luajtur ti fjalë Moldavi, do të thashë edhe e parë. Një vlerësim për kundërshtarin. Studa? Io parlo di questa Moldavia. No, è giusto. Sì. Parlo di questa Moldavia che ho visto, già di 4-5 partite indietro e le ultime 2, Islas Faroe, Repubblica Ceca. Squadra giovane, ben schierata, ben allenata, valori individuali buoni, corsa, fisica, come l'ha detto Kaimakov,
Nicolaescu, Damascan, Postolacci, Tersini, esterno, il quinto, poi gente di chi spinge, è una squadra fisica, forte, poi questa è la Moldavia che andiamo a trovarci al campo. Partita dura, difficile, però certamente io ci credo in noi. Più niente, cioè, la parte più bella dopo è giusto la domanda anche, se fa un bel studio, no? Sull'avversario, per la parte più bella di tutto quello che ci arriva dopo di un mese e mezzo, 2 mesi lì, lavorando, parlando con il calciatore, gestendo un po' il lavoro, tutto quello lì, è andare al campo 90 minuti. Ragazzi, quella è la cosa più bella del mondo, e domani ci troviamo lì al campo per fare una bella gara. Pra nesër do zbresim në fush, pas 2 muajsh punë po themi, që jo vetëm në fush, por edhe duke studiuar kundërshtarin për të bërë një ndeshje shumë bukur. Patjetër që çdo kundërshtare ka çdo trajner studion kundërshtarin. Moldavia që kam parë sidomos në këto ndeshjet e fundit që kemi studiuar, është një ekip me lojtarë të ri, i vendosur shumë mirë në fushën e lojës, që interpreton futbollin në mënyrë shumë të mirë, futboll të shpejt, futboll fizik, ka lojtarë për mendimin tim shumë talentuar si Kajmakov, Damascan dhe shumë lojtarë, Nicolaescu, Postolacci. Dhe sigurisht është një ndeshje shumë e vështirë për ne, por kjo është pjesa që më pëlqen më shumë pas 2 muajsh pune, më në fund duke studiuar ekipin, duke punuar dhe më pas stërvitje, ne tani kemi shansin të zbresim fush dhe të arrim qëllimit tonë në këtë ndeshje nesër. Pyetja e fundit për Samir. Edhe një fundi se nga që janë plakë dhe harrojmë. Me që e keni pa fushën, si është gjendja e fushës, apo është më e mirë për koncerte apo për ndeshje? Sì, ma guarda, abbiamo fatto un allenamento 2 giorni fa, è la parte che si poteva andare dal campo, il campo sta meglio, quella parte lì. E l'altra parte vediamo solo domani in partita, perché oggi anche non si può andare lì, aspettiamo. Però anche i calciatori, noi sappiamo tutti, ragazzi, quello lì non ha scusa, noi dobbiamo andare avanti a fare la nostra gara. Il campo è lì, domani abbiamo 20.000 tifosi, che è un bel aiuto come l'ho detto, poi quello siamo carichi, dobbiamo fare il nostro lavoro, la nostra gara. Pra nesër do të zbresim në fushën e stadiumit përballë 20.000 tifozëve, do të jeni ndihmë shumë e madhe dhe do të jemi shumë të karikuar. Ne patëm mundësi të shikonin fushën para 2 ditësh, bëm një seancë stërvitore. Sigurisht fusha nuk është në gjendje të keqe dhe besoj se nesër do jetë sigurisht në gjendje të mirë, por e rëndësishme për mua është mos kemi justifikime për fushën. Kam folur edhe me lojtarët, do bëjmë ndeshjen tonë dhe të marrim maksimumin. Mirë, atëherë, ishte edhe pyetja e fundit. Ju uroj gjithë mirë, faleminderit. Magari un giorno.